Dhe kjo pamje fantastike e paljestrës Mizajrisma në Ravec, paljestrës më të bukur në vendin ton, çdo gjë e gatshme, edhe finalja e madhe fillon. Bukur në brendi për mrekulli, depërton dhe realizon Sean Jonesi, i vendosur atje mismatch, Lejson Zeqiri me viningun, pa problem, pranti depërton dhe rezultatin e barazon në 2-2. Vining për mrekulli atje për Treshe dhe bombardon në të parën. Çfarë loje, çfarë ritmi në fillim. Wamu dhe Amzili, Wamu mbi Amzilin. Përsëri realizon. Ufa! Kenyer Wooten me blokadat e tij u aktivizua. Zi total. Është fenomenal. Pick and roll, Lejsoni për Andersonin, depërton deri në fund dhe realizon pikët e para të tij në rikthim. Kjo do të jetë edhe taktika dhe strategjia e Adisit sonte. Bukur atje, depërton deri në fund dhe realizon. 3 minuta deri në fund. Anderson për mrekulli prapa shpinës për Lejsonin, i cili mashtron atje dhe realizon. Koshi bukur i Lejsonin. Shumë agresiv atje, Lejson Zeqiri e vjedh dhe ngulit këte nga Helsbruku për shkak të mos pagesave dhe borxheve. E prishi marrveshjen për Treshe, nuk e prishi Ken Wamu. Payne, Amzil bukur atje, tentimi Sek Henry nga Himalajet. Amzil dhe Anderson, bukur kalon asiston dhe Zakor me faul ndalët, realizon. Amzili vetuar për 3 me shigjetën e tij. Një luan Wamu atje, bukur ish mangët Amzilit dhe e rikthene përsin. Tenton, nuk realizon. Amzili edhe njëherë dominon. Me Treshën e tij. Treshja e 2-3. Në këte finale, shasat për të fituar kupën janë 50-50 plotësisht. Ndërson në sken, me njerë pas time out-i del Mikajlet Mushishi me Treshën e tij të parë. Dhe të bashkimin sonte nuk është në përbërje. Opa! Në Treshe përgjigjet me Treshe. Vining, pick and roll i mirë me Johnson, topi shkon për Hasbrukun, i cili bombardon dhe me Treshe përgjigjet në Treshe. E përsi minimale, 37 me 36. Edhe 2-4-5 deri në fund. Amzil! Aj. Çfarë ngulitje monstruoze. In your face. Topi vjedhur atje të Mushiqi për mrekulli, situat 3-2. Amzili depërton, realizon. Për 10 minuta saj luajti në pjesën e parë. Çfarë mbrojtje Lejson Zeqirit, i cili e vjedh te top. Ik në kundërsun dhe e ngulit për mrekulli për 47 me 43. Lëvizje bukur e Hasbrukut, i cili depërton Binzakorin, realizon të këtij edicioni të basketbollit kosovar, i cili në këto 20 vitet e fundit është më i bukuri. Gjakuri Payne me Lejson Zeqirin, e mbyll mirë Lejsoni. Vining me Treshe në 100-ën e fundit. Ta hap rezultatin në brendi atje për mrekulli. Gjashën Zakori e shfrytëzon këtë asistim. Lojtarit kryesor të bashkimit sonte. Zakor, 2 fishohet nga Driloni dhe Dardani. Mirë po s'ka kush e ndal. 54 me 50. Kërkojnë gabim në hapa. Mirë po, Tuna asiston dhe Akili. Vining bombardon. Shkputje deri në majt paljestrës ka Wooten. Ja shikoni edhe njëherë. Mirë po, Dardan kapiti me tabel bombardon. Për Mushiqin, Dardani
Shkon me pick and roll Vining me edhe një treshe rresht. Si do qoft loja vazhdon 68 me 56. Edhe 8-45 deri në fund. Dardan Kapiti për mrekulli. Fluturon në lartësi dhe smonton koshin para Kenny Butenit. E humb këtë top. Akili Vining me treshen e ti të 2-3 bombardon. Pra e kemi një seri prej 17 me 6. Dhe edhe një treshe e 3-3 për 20 pik plus. Nga Akili Vining. Dhe tentimi Kian Andersonit. Valon Bunjaku. Kosh faulli Valonit për 76 me 61. Lejson Zeqiri i vetmuar Amzili tenton ta pengon mirë, po Lejsoni treshën e realizon. 15 treshe të Trepqës. Është kjo treshja e 16 nga 30 tentime. Sekondat e fundit. Sek Henry këtu çdo gjë merr fund. Trepqa është fituese e Kupës së Kosovës 2026 për herë të 5 aresht. Komunës Prizrenit do të ndaj medaljet. Kenny Buten, Gjoshen Zakor, më i riu, kapiteni më i ri në histori të basketbollit kosovar për herë të 2-3 e ngrit trofeun e Kupës së Kosovës, e 5 aresht për Trepqën, e 9 në total Kupa e Kosovës dhe trofeu i 20 në basketbollin e pavarur kosovar. Dhe momenti